futbollistë janë ata që zgjidhin situatën. Mirë po, trajnerat që e njohin ligën edhe që dinë në presion me vepru, edhe që janë domethënë prodhimi i këtij veni, mendoj që ka bën një ndërta që është Munishi, ka bën që Dukagjinin me siguru mbijetesën pak më herët. Përndryshe, deri në xhirën e fundit, lufta kishte qenë shumë më ashpër dhe më kujtohet në fillim të sezonit është diskutuar mas 5-0 dikon bile lavdimi din shumë mirë, cila skuadër ka me kona që ka me ro, kush ka me lumë barazh. Krejt Dukagjini është përmend mas shumë ti që ka mu largu nga kategoria, varianti më i mirë. Varianti më i mirë ka qenë barazhi. Ndërsa në një sezon me skuadra me shumë cilësi, me shumë rivalitet, me shumë buxhet, shumë të forta, Dukagjini ka arrit me shpëtu pa barazh. Skuadrat e mëdha kanë dalë me barazim, ndaj të voglav ka fitu. Një fakt interesant, Dukagjini prej janarit, nëse nuk gaboj, ka vetëm 3 humbje. Domethënë ka marrë rezultate jashtëzakonisht mira trajneri Munishi me Dukagjinin prej domethënë mas fazës përgatitore që ka bu, edhe skuadra ka nisë me marrë formë. Kështu që mendoj që është një rezultat i mirë, një rezultat në bazë kësaj konkurrence që shohim. Mos harrojmë që Gjilani 51 pikë, Prishtina 48, Dukagjini 48, është një diferencë 3 pikë, ama kur flasim për mënyrën se çysh kanë arrit skuadrat me orë deri këtu me çfarë problematikash, mendoj që është një rezultat jashtëzakonisht i mirë i Dukagjinit, po vajtona me ty që edhe Ferizaj ka bu një super sezon, sidomos në Pranverë. Pranverë bile është vend por Ferizaj. Po në skuadër si vendas ka arrit me marrë rezultate fantastike.